si lider i kësaj jave i shtëpisë së Big Brother VIP5, vëllai i madh i dha dje Kristit një vendim mjaft të rëndësishëm për lojën. Ai do zgjidhte që të ndëronte një banor të shpellës me një banor tjetër të shtëpisë. Kristi, si lider i shtëpisë, vëllai i madh të jep mundësinë të bësh një shkëmbim. Mund të kthesh në shtëpi një prej banorëve të shpellës duke dërguar atje një prej banorëve të shtëpisë. Zgjedhja nuk ndikon në televotim, duhet ta bësh tani, shkruaj në zarfin e bardhë. Kristi nuk mendoi gjatë për banorët që do të ndëronte me njëri tjetrin, ai dërgoi mirin te shpella dhe solli në shtëpi Gimbon. Duke parë gjatë gjithë kohës në shtëpi dhe nëpër këto situata që kanë ndodhur kohët e fundit. Ka pasur vetëm një banor që nuk reagon dhe nuk e dihet se ku e ka mendjen. Është i stresuar, e ka shprehur një maki kujdes, mos maki kujdes. Më vjen keq për këtë banor që nuk po gjen qetësi këtu brenda. Meqense se nuk po gjen dot rehati dhe qetësi se e mundon një gjë. Është në siklet lumadhi, por nuk po di ç'po bën se e ka mendjen në tjetër vend e nuk është këtu brenda. Miri vazhdo të shkonte shpella dhe dua Gimbon këtu brenda, u shpreh Kristi kur dha vendimin e tij.